Lideri suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei deklaroi se vendi I tij nuk do të heqë dorë nga pasurimi I uraniumit, duke refuzuar një kërkesë kyçe të Shteteve të Bashkuara që synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bërthamore. Khamenei tha se ndalimi I pasurimit të uraniumit është kundër interesave të Iranit. Kërkesa e parë amerikanëve është të mos kemi fare industri bërthamore. Irani nuk duhet të ketë industri bërthamore. Ne duhet të mbështetemi tek ata për mjekësi, energji, pajisje shkripëzimi dhe 10 fusha të tjera të rëndësishme. Nuk duhet të kemi program bërthamor. Nëse kemi 100 centrale bërthamore, por pa pasurim, kjo nuk do të na ndihmojë, sepse centralet bërthamore kërkojnë karburant. Nëse nuk mund të aprovojmë këtë karburant bërthamor brenda vendit, do të na duhet të drejtohemi Amerikës. Propozimi I Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje të re bërthamore ju prezantua Iranit të shtunën nga Omani, që ndërmjetëson bisedimet mes ministrit I jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe të dërguarit amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff. Teherani tha se dëshiron të perfeksionojë teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore dhe prej kohësh ka mohuar akuzat e fuqive perëndimore se po synon të zhvillojë armë bërthamore. Presidenti amerikan Donald Trump ka rinisur fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Teheranit, që kur është rikthyer në Shtëpinë e Bardhë në janar. Kjo fushatë përfshin sanksione, por edhe kërcënime për të bombarduar Iranin nëse bisedimet nuk prodhojnë një marrëveshje.